Horoskopi ditor e martë 12 maj 2026. Dashi. Mund ta filloni ditën duke u ndjerë disi privat ose i vetëm mjaftueshëm, i dashur dash, dhe ta përfundoni duke u ndjerë shumë më interaktiv. Hëna hyn në shenjën tuaj dhe një aspekt Merkur-Jupiter hyn në lojë ndërsa dita përparon, duke ngritur humorin dhe duke inkurajuar mendimin pozitiv. Ju jeni veçanërisht të përshtatshëm për mendime dhe biseda rreth parave, familjes ose jetës në shtëpi. Mendimi në biznes është i shkëlqyer. Ju jeni të prirur të dëshironi të ndani dhe diskutoni ide me njerëz të afërt me ju dhe kjo mund të jetë shumë e fryqme. Në vend që të përsërisni modelet e vjetra që po ju mbajnë në një rutinë, provoni një qasje të ndryshme. Në këtë mënyrë mund të bëni përparim të kënaqshëm në një ide ose projekt që sjell fitime parash ose që lidhet me shtëpinë. Po i shikoni gjërat gjerësisht, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për plane më të mëdha se sa për detaje. Reagimet nga familja mund të jenë të dobishme. Demi. Energjia e mirë është me ty për të krijuar diçka të bukur, i dashur dem, ose për të krijuar disa kujtime të mira. Ti shprehesh me më shumë lehtësi, gjë që tërheq mundësi të reja në rrugën tënde. Mund të përvetësosh interesa të reja ose të studiosh një temë të re dhe ndoshta të shijosh një përparim në të nxënë. Një aspekt Merkur-Jupiter hyn në lojë, duke përfshirë Merkurin në shenjën tënde dhe inkurajon të menduarit optimist dhe shkëmbimet kuptimplote. Mund të jesh i entuziazmuar për një ide ose një lëndë të caktuar studimi. Je veçanërisht i motivuar për të ndjekur projektet e tua, ose ke një shans për të bindur veten në një perspektivë pozitive. Lajme të mira mund të mbërrijnë tani. Binjakët. Ndërkohë që mund ta filloni ditën mjaft të përqendruar në përgjegjësitë tuaja, të dashur binjak, mund të ndiheni shumë më të hapur ndërsa dita përparon. Merkuri, sundimtari juaj planetar, shkon në harmoni me Jupiterin me fat, duke ju futur në një mendësi optimiste. Mund të gjeni një mënyrë për të trajtuar një çështje private ose një problem që ju ka rënduar. Një kujtim i papritur mund të ketë një ndikim të fortë dhe pozitiv dhe është emocionues. Ky tranzit ju ndihmon ta shihni një situatë pozitivisht. Jo vetëm që përmirëson humorin tuaj, por edhe besueshmërinë tuaj. Mund të jeni në një rol mbështetës dhe të shijoni kujdesin për dikë tani. Ëndrat dhe intuita janë terren pjellor për ide dhe një marrëveshje me dikë mund të dalë në pa. Gaforia. Mund të shijoni një ndjenjë optimizmi sot, i dashur gafore, dhe edhe pse po u përgjigjeni thirrjeve për spontanitet, të bësh disa planifikime mund të jetë emocionuese tani. Energji e mrekullueshme është me ju, duke mprehur shisat tuaja, veçanërisht ndërsa dita përparon. Vizionet e reja për të ardhmen tuaj mund t'ju motivojnë dhe frymëzojnë ndërsa Merkuri dhe Jupiteri shkojnë në harmoni. Problemet zgjidhen më lehtë dhe të tjerët po dëgjojnë. Mbështetja e miqve ose lajmet dhe këshillat e ardhura mund të kenë një rol të fortë. Mund të jetë një kohë e mirë për të folur me bashkëpunëtorët ose mund të prezantoni ide biznesi nga miqt. Puna në grup është shpërblyese në përgjithësi dhe rrjedhëzimi mund të frymëzojë ide të reja. Luani. Energjitë e sotme janë të forta për të menduar dhe planifikuar, i dashur Luan. Bërja e planeve për parat tuaja, marrëveshjet e biznesit dhe zgjidhja e problemeve janë të gjitha të favorizuara sot, veçanërisht ndërsa dita përparon. Fuqia e të menduarit pozitiv bën që çdo gjë të duket e mundur tani. Ju jeni të prirur për aktivitet tregtar, negociata dhe zgjidhjen e kontratave, për sa kohë që i keni bërë detyrat e shtëpisë. Të menduarit qartësisht ju ndriçon humorin. Po mbështeteni në mençurinë dhe përvojën tuaj për të marrë vendime të shkëlqyera. Disa projekte duken më shpresdhënëse dhe ndihet mirë të shikosh anën më të ndritshme të gjërave. Diskutimet e përzemërta dhe kuptimplote gjithashtu mund të jenë të forta sot. Virgjëresha. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të zgjidhni problemet ose të shijoni disa planifikime, virgjëresh e dashur, dhe gjithashtu mund të sjellin disa lajme të mira në lidhje me arsimin, botimet, të ardhurat nga biznesi ose miqësinë. Ndiheni më të gatshëm të ndani lumturi ose informacione të dobishme. Është një kohë që inkurajon të menduarit në termat më të favorshëm. Keni një pikpamje më të madhe dhe më optimiste për qëllimet sociale dhe të lumturisë. Sundimtari juaj planetar, Merkuri, formon një lidhje miqësore me Jupiterin dhe keni një ndjenjë të mirë të trendeve të ardhshme. Jo vetëm që jeni të intriguar nga idetë dhe përvojat e reja, por jeni gjithashtu gati të hartoni plane për të realizuar qëllimet tuaja. Peshorja.
Çështjet profesionale janë pozitive sot, të dashur peshore, dhe një tranzit Merkur-Jupiter mund të nxjisë mendimin dhe komunikimin tuaj. Jeni në një pozicion të shkëlqyer për të arritur një marrëveshje të dobishme reciproke, për të bashkëpunuar me të tjerët ose për të marrë reagime të dobishme. Ky tranzit gjithashtu mund t'ju ndihmojë të menaxhoni çështjet e mbështetjes financiare ose të formuloni strategji për përmbushjen e qëllimeve tuaja. Studimi ose kërkimi i qetë mund të japë përgjigjet që ju nevojiten dhe ndoshta disa shpërblime. Për më tepër, përqendrimi në diçka që ju tërheq dhe derdhja e shumë energjisë në një projekt që ju intereson mund të përmirësojë humorin tuaj. Jini bujar me kohën dhe vëmendjen tuaj sot për rezultatet më të mira. Me sundimtaren tuaj, Venusin, në një aspekt krijues me Saturnin sot, keni tendencë të shijoni një ritëm të qëndrueshëm dhe ai bëhet ju. Akrepi. Tranzitet e sotme janë veçanërisht të forta për ju në një nivel shoqëror, i dashur akrep, dhe veçanërisht në një nivel kokë më kokë. Gatishmëria për të mësuar nga njëri tjetri rrit qartësinë dhe kënaqësinë ndërsa dita përparon. Njerëzit kanë një mënyrë për të nxitur proceset tuaja të menduarit këto ditë, me Merkurin në sektorin tuaj të partneritetit, në mënyrë që bisedat e rregullta kokë më kokë të mund të shndërrohen në diçka frymëzuese. Qoftë edhe vetëm sepse ato i vënë në lëvizje lëngjet tuaja krijuese. Sot mund të zbuloni se një dëgjues i mirë është më mirë. Aftësia juaj për t'i vënë gjërat në perspektivë mund të hapë dyrë që më parë ishin të mbyllura, jo vetëm sepse po shqyrtoni ide të reja, por edhe sepse të tjerët janë më të gatshëm të marrin në konsiderat pikpamjen tuaj. Shigjetari. Shigjetari dashur, ka të ngjarë të ndiheni veçanërisht të motivuar për të zgjidhur problemet sot, ose ju pëlqen veçanërisht planifikimi dhe strategjia. Jeni më optimist se zakonisht dhe të prirur të doni të ndani lumturinë tuaj me të tjerët. Në fakt, një marrëveshje ose rregullim i veçantë me dikë mund të ketë një ndikim të fortë tani. Mund të bëni shumë gjëra dhe me siguri do të ndjeni mjaft lehtësim pasi të keni reduktuar rrëmujen në mendjen dhe ndërgjegjen tuaj. Jeni veçanërisht të hapur ndaj njohurive dhe mirëkuptimit të ri dhe gjithashtu mund t'i kushtoni vëmendje problemeve të dikujt. Mund të jeni mjaft të kënaqur me punën tuaj dhe gjërat e vogla që keni arritur. Një aspekt Merkur-Jupiter hyn në ndikim sot dhe mund të shërbejë për të ndriçuar mendimin dhe bisedat tuaja. Mund të jeni duke menduar metoda dhe plane të reja për vetë përmirësim që ju entuziazmojnë. Bricjapi. Energjia pozitive për të menduar dhe për të ndarë është me ju sot, i dashur Bricjap, veçanërisht ndërsa dita përparon. Një tranzit Merkur-Jupiter hyn në ndikim dhe ndihmon që bisedat të rrjedhin pa probleme. Mendimi krijues mund të gjejë kanale të kënaqshme tani. Shkëmbimet kokë më kokë dallohen si veçanërisht të dobishme. Mendjet janë të hapura, kështu që bërja e ndryshimeve ndihet e natyrshme. Magnetizmi personal është i mirë dhe çështjet e zemrës mund të lulëzojnë. Mendimet rrjedhin dhe kështu bën edhe procesi krijues. Mund të ketë shumë aktivitet duke përfshirë shkëmbimin e ideve, komunikimin me miq dhe madje edhe një përmbytje të këndshme mendimesh. Një bisedë e lumtur mund të jetë veçanërisht e dukshme. Gjithashtu mund të shijoni plotësisht aty ku ju çon mendja juaj tani. Ujori. Ide të veçanta dhe madje të shkëlqyera mund t'ju vinë me mendime të freskëta sot, i dashur ujor. Mund të kënaqeni shumë mirë me trajtimin e detajeve të punës dhe të shtëpisë, ose shëndeti mund të jetë një fokus dhe një fushë zgjidhjeje problemesh. Kolegët, familja ose të tjerët që ndajnë ditën tuaj mund të jenë më bashkëpunues, gjë që ju ndihmon të ndiheni më mirë për atë që po bëni. Në fakt, bashkëpunimi me të tjerët mund të ndihmojë në nxitjen e motivimit tuaj. Dikush mund ta kuptojë plotësisht diçka që thoni ose një qëllim që keni në mendje, gjë që ndihet mirë. Mund të ndiheni të frymëzuar për të punuar më shumë ose për ta shtyrë veten pak më shumë për të arritur një qëllim shëndetësor, të ushqyerit ose fitnessit. Bërja e listave dhe planifikimi janë në fokus të këndshëm ndërsa e drejtoni vëmendjen tuaj në mendime më të larta dhe më të lumtura. Shfaqen mundësi të reja. Peshqit. Tranzitet e sotme përfitojnë komunikimet dhe prodhimin tuaj krijues në veçanti, të dashur peshq, por është një nxitës i përgjithshëm i humorit. Mund të ndani fjalë inkurajuese ose të merrni reagime pozitive. Do të gjeni veten në një marrëveshje të përgjithshme me dikë të veçantë dhe dallimet tuaja ju pasurojnë të dyve. Sot shihni shumë arsye për të menduar pozitivisht dhe është më e lehtë të shprehni me fjalë atë që dëshironi. Mund të jetë një kohë për të bërë një prezantim ose për të fituar favorin e dikujt.
Mund të ketë gjithashtu oferta emocionuese ose vlerësime të mira që ju motivojnë. Mund të kënaqeni duke diskutuar diçka që është e dashur për ju. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.